Gjatë luftimeve, Armiku mundoi të shkatërrojë nyje të rëndësishme të komunikacionit, qendrat e ndërlidhjes dhe objektet industriale. Njësiti vullnetar punon për të rinërtuar një urë me mite rrethanore. Sulmet e një pasjeshme të Armikut përballë kompanisë nuk dhanë rezultate të duhura. Ato u thyen përpara murit të ekur të mbrojtjes sonë të qëndrueshme dhe aktive, përpara qëndrueshmërisë dhe guximit të ushtarëve dhe të vullnetarëve. Armiku, duke shfrytzuar sukseset e fqinjive në krah të tij, futi në luftë forca të reja dhe pas disa orë luftimesh mundi të rrethojë plotësisht kompaninë. Komandanti i batalionit lejon komandantin e kompanisë të ngushtojë rajonin e mbrojtjes dhe të organizojë luftën në rrethim. Komanda e kompanisë konsultohet me varësit, kërkon nga ata mendime, jep udhëzime të veçanta për luftën në rrethim, për qëndrueshmërinë, për veçoritë e organizimit të sistemit të zjarrit, për të mostruar në kurthët që mund të përgatisë Armiku dhe për të ruajtur rezervat. Komanda e kompanisë vendos forca dhe mjetet kryesore të përqendrojë për mbajtjen me këmbëngulje të rajonit lartësia 187, qafa e Shkozës, kodra e Ullive, pastaj i jep urdhën e luftimit, udhëzimet për sigurimin e tij dhe përcakton çështjet e bashkëveprimit për luftën në rrethim. Ne jemi të rrethuar, por jo të mundur. Shqiptari gjithmonë ka qenë rrethuar nga armik, por kur nuk është gjunjëzuar. Armiku sulmon në krah. Ai kërkon në çdo kusht të ndaj pikëmbështetjet, por forcat tona, duke manovruar në pozicione të rezervë, e godisin atë në befasi. Lufta është e gjatë dhe e ashpër. Ajo do të vazhdojë. Ushtarët janë në pritje të një sulmi të ri. Në përpozicionet u vjen furnizimi me municion. Luftëtari ushqen më parë armën, pastaj veten. Lufta nga dy tre pozicione krijon superioritetin në drejtimet e kërcënuara që orienton Armikun dhe e bën mbrojtjen tepër aktive. Fishekët timore, tashti na vëlla racionin e ushqimit të thatë. Do mësojmë të luftojmë edhe me më pak ushqim. Armiku kërkon të pushtojë kodrën duke përdorur grupet e sulmit për bllokimin e hyrjeve të tuneleve. Në luftë kërkohet frymëri dhe zgjuarsi, iniciativë dhe fantazi. Kodra ju la e lirë Armikut. Suksesi i pjesshëm e mashtroi Armikun dhe ai ra në kurth. Komandanti kërkon zjarr mbi vete për të adgjesuar forcat e gjalla të Armikut mbi kodrën. Në të njëjtën kohë vazhdon zjarri nga hyrjet e tuneleve. Armiku nuk ka si të mbrohet dhe është i detyruar të nënshtrojë zjarrit të dëmtur nga të gjitha anët. Çdo shkëmbë, çdo gur është bërë mjet vdekje prurës për Armikun. Si rezultat i mashtrimit të Armikut dhe dëmtimit të tij, u krijuan kushtet për të marrë përsëri kodrën me kundërsulm.
Në këtë situatë, kërkohet organizimi përsosur I punës ideo-politike dhe ushtarake për daljen nga rrethimi. Aty, në vijën e parë të frontit në Llogore, në Strehim bëhet mbledhja e organizatës së partisë. Dalja nga rrethimi. Kjo është tema e mbledhjes. Të gjithë diskutantët janë optimistë se edhe këtë detyrë që u ka ngarkuar partia do ta kryejnë me sukses. Nuk ka rrethim pa një të dalë. Ne do të shajmë rrethimin, vendosën komunistët një zëri. Rrahja e mendimeve, shprehja e vetmojimit dhe I shpirtit sulmues të ushtarëve dhe kuadrove, si kudo, edhe në situatat luftarake, duhet të shpërthejnë me gjithë madhështinë e tyre. Territori ynë është I vogël, po ky territor jep avantazhe të shumta për të mbrojtur, për të sulmuar e kundërsulmuar. Këtë porositë e shokët e nverë, kuadrat ushtarake e kanë gjithmonë parasysh. Ata e njohin me hollësi terrenin, jashtë dhe brenda rajonit të tyre. Komandantët njihen konkretisht me shtigjet nga do të shajnë rrethimin. Erdhi ora për të dalë nga rrethimi. Edhe njësiti vullnetar në këtë situatë ka detyrat e tij të rëndësishme. Komandanti I njësitit u jep udhëzimet e fundit shokëve. Para fillimit të sulmit për daljen nga rrethimi, njësiti vullnetar në bashkëveprim me skuadrën e 3 mitraljere bën një sulm demonstrativ në drejtim terren për mashtrimin e armikut. Erdhi koha për të dalë nga Strehimi. Mitraljeri merr me vete gjën më të shtrenjtë, historinë e Partisë së Punës së Shqipërisë. Asgjë nuk duhet të bjerë në dorë të armikut. Çdo gjë e vlefshme për të, duhet shkatruar dhe asgjësuar. Grupi gjenjer I fundit largohet nga tuneli mbasi shkatroi hyrjet për të mos u përdorur nga armiku. Grupi I sulmit u takua me armikun. Me zjarr të dëndur ai goditet aty ku nuk e pret. Shtegu u hap. Të plagosturit dalin të sigurt nga rrethimi. Dalja nga rrethimi kërkon organizim të mirë. Mbas grupit të sulmit dalin toga e 2 këmbësore, topat pas vrapsje të plagosurit, toga e 3 këmbësore dhe në fund grupi I mbulimit I cili hap zjarr të dëndur përballë armikut. Kompania me gjithë armatimin dhe teknikën